Selamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. E falenderojmë si gjithherë Allahun Gjelle Gjelaluhu. Salavat e përshëndetje i dërgojmë pejgamberit ton Muhammedit alayhi salatu wassalam. Këtë ditë gjumaja parë këtë Ramazan, lusim Allahun fuqiplot që të smurit ton Allahu të shëron, të paullzurit të udhëzon, të vdekurit të mëshiron, dhe gjithë neve që jemi në këtë vend shpinë e Zotit, me rahmetin, me bereqetin, me të mirat e tij, na përfshin dhe na kaplan. Vëllezër të nderuar, pasi që jemi muajin e Ramazanit, atëherë edhe temat tona, derset, këshillat, cilat së pari ja drejtojmë vetes tonë, pastaj edhe juve, sillen rreth Ramazanit, rreth vlerave që ka ky muaj, rreth urtësive që ka, rreth sekretet që mund të ketë agjerimi apo Ramazani në përgjithësi, e cila shpresojmë inshallah që sa do pak do ta glorifikojnë, do ta kristalizojnë më mirë idenë, rëndësinë, filozofinë e agjerimit apo Ramazanit në përgjithësi. Unë këta pak minuta do të mundohena mi përmend 2-3 urtësi që synohet apo Allahu xhallashanuhu si ligjvendës synon që ti mbjell në zemrat dhe shpirtat e besimtarëve. Nëse i referohemi legjislacionit islam, apo ndryshe që njihet si shariati islam, e shohim se krejt rregullat, krejt dispozitat, krejt porosit, por të njëjtën kohë edhe ndalesat, kanë ardhur për të mirën e njeriut. Qoftë ai agjerim, qoftë namaz, qoftë zeqat, qoftë haxh, qoftë sadaka e të ngjashme, kur i analizojmë këto obligime të Zotit në raport me neve, që Zoti na i obligon, atëherë shohim se Allahu xhaleshanu ka për qëllim që prej individit, gjithsesi besimtarit, me largu nëpërmjet këtyne rregullave, me largu domin. E para, dhe të njëjtën kohë paraprakisht mi sjell dobi. Që kjo është qëllimi i fesë, që kjo është qëllimi i shariatit, që kjo është qëllimi i legjislacionit islam. Pra Zoti nëpërmjet këtyre do neve me na sjell dobi, edhe me na e largu neve domin. Sa ma shumë ne që i përmbahemi këtij programit të Zotit, atëherë ne kemi me qenë larg domit, kemi me qenë më të shëndetshëm, kemi me qenë më të lumtur dhe kemi me qenë më aktiv dhe produktiv në shoqërinë në cilën jetojmë dhe veprojmë. Pra duke nisë prej kësaj rregulle shariatike apo kësaj urtësie të madhe të Zotit, atëherë agjerimi është një prej mekanizmave të Zotit që Zoti synon robërit e tij me eduku në frymën më të mirë të mundshme. Pra besimtarët me qenë stoik, me qenë në rrugën e drejtë, me qenë të pathyeshëm dhe me qenë larg atyre turbulluesve që ja turbullojnë jetën apo ja prishin rahatin dhe lumturinë. E para urtësi që kalimthi e kemi përmend edhe në kalunën, por që do të na shoqëron gjatë gjithë Ramazanit, është Allahu synon te robi, urtësia e parë, që shpirtin e robit, shpirtin e besimtarit, me eduku në të gjendje, sa që shpirti dhe zemra e tij me e pranu ma let dritën nurin e Zotit, apo udhëzimin e Zotit. Që ndryshe njihet pra me arrit nivelin e asaj që ne e quajmë devocion, apo ndryshe takvallak, apo devotshmëri. Këtë e shohmi Allahu xhaleshanu e përmend në Kur'an kur flet për obligueshmërinë e agjerimit, pasi që fillimisht i njofton besimtarët se është obligim, i njofton se kjo obligim nuk është diçka e re për juve, ka qenë edhe për popujt e mëhershëm, pra historikisht është prej njeriu të parë. Pastaj Zoti e përmend frytin e agjerimit, thot la'allakum tattaqun, në mënyrë që të bëheni të devotshëm. Pra Zoti na ka obliguar agjerimin e Ramazanit,
ku nëse ne analizojmë, kemi me qindra përfitime shpirtërore edhe përfitime materiale apo fizike. Unë do të mundal të këto shpirtërorët, nëse na mbetet kohë do të përmendim edhe diçka në aspektin fizik apo mjekësor. Pra, arritja e devotshmërisë është synimi kryesor i agjerimit me cilën Zoti na ka obliguar neve. Pra, me një fjalë, Zoti don njeriu me bën një në sferën e tij private si individ, don me bën njeri të plot, të kompletuar nëpërmjet agjerimit, por të njëjtën kohë në aspektin në shoqërinë njerëzore në cilën ai jeton, don me bën një individ dobishëm. Pra, nëpërmjet agjerimit Zoti don që besimtarin në sferën private, individuale, me bën një individ i cili është i kompletuar. Sepse shkolla e Ramazanit, agjerimit mëson shumë gjëra të mira. E fisnikron karakterin, e fisnikron moralin. Pra, si individ me qenë më i kompletuar. Tash si roli, si antari i shoqërisë cilës na i përkasëm, Zoti don që besimtarët me qenë individ cilët janë dobishëm për shoqërinë cilën ata jetojnë. Men khairu nasi ya Rasulullah. Njëherë njeri e pyeti profetin Muhammed a.s. i tha, cili është njeri më i mirë o i dërguari i Allahut? Njeri më i mirë, pejgamberi a.s. tha, anfa'uhum linnas. Njeriu më i mirë është ai i cili është më i dobishëm për njerëzimin. A e kuptuat? Pra, agjerimi e lun këtë rol, sepse njerëzit gjatë agjerimit e ruajnë gjuhën e tyre, e ruajnë shiqimin e tyre, e ruajnë veshin e tyre, i ruajnë gjymtyrët e tyre që me durët e tyre, me forcën e tyre mos mi bë dëm dikujt. Përveç kësaj e ruajnë edhe mendjen e tyre, largohen prej mendimeve negative, e ruajnë edhe zemrën duke pastruar që mos të kenë njëte qëllime destruktive. Pra, krejtësia e njeriut është në funksion të asaj që Allahu xhaleshanu po thotë la'allakum tattaqun, në mënyrë që të bëheni të devotshëm. Librat fetar, sidomos librat teologjik, religioz, janë të mbushur me mësime, urtësi dhe këshilla, cilat realisht dalin prej agjerimit. Edhe dy fjalë po kam dëshirë me thonë për devotshmërinë. Devotshmëria është gjendje. Është gjendje ku robi arrin në atë nivel sa që ka të sillet, ka të kthehet para çdo, atëre e kon kujtes Zotin. Çaj bjen kjo? E din se para se ta përcjellni robin kamera e njeriut, është një kamerë që quhet kamera e Zotit. Që robi nuk mundet me ikë, në robi ka mundësi me ikë kamerave njerëzore, duke u masku, por robi nuk ka mundësi me ikë kamerës Zotit. Kur robi e ka ndjenjen që Allahu e sheh, Allahu e vështron, Allahu e përcjell dhe Allahu është me të, atëherë robi bëhet ndryshe. Shumë njerëz ikën për njerëzve, që njerëzit mos t'i shohin kur bojnë ndonjë lëshim apo ndonjë gabim. E harrojnë Zotin, që paraprakisht besimtari do duhet ketë frikë, respekt në rand parë prej kuj? Prej Allahut xhalleshanu. Këtë kontekst, pejgamberi a.s. kur ka fol për agjerimin, nuk e ka llogarit agjerimin, shumë mica thonjë pejgamberit a.s. nuk e definojnë agjerimin vetëm si largim prej ushqimit dhe pijes apo largim nga jeta intime bashkëtorë gjatë ditës prej paraagimit e deri në perëndim diellit. Kjo është definicioni sheriatik legjislativ i agjerimit. Hadithet e pejgamberit a.s. flasin për dimensione tjera të agjerimit. Njëri prej hadithet që ndoshta na elaboron apo ilustron më mirë këtë çka po kam dëshirë me prezantu përpara jush, thot pejgamberi, men lam yadha qawla az-zur wal 'amala bihi falaysa lillahi haja an yadha ta'amahu wa sharabahu.
Thot pejgamberi alayhis salam, ai i cili nuk e lën gënjeshtrën dhe veprimin sipas saj, Allahu nuk ka nevojë që ai me lën ushqimin dhe pijen. Kur agjeruesi gjatë ditës gënjen, ran, mashtron të ngjajshme, atëra realisht nëse ne themi në aspektin teorik, shariatik ku ta diun, agjerimin gënjeshtra nuk e prish agjerimin kuptimin si agjerim që do të me kompenzu qatë ditë, po nëse se prish në këtë kuptim, aja e rënjos ja hup agjerimit shpirtin. Mos harroni, adhurimi, çdo adhurim në Islam ka trup edhe ka shpirt. Sikur njeri, çka ka njeri? Trup edhe shpirt. Edhe adhurimet kanë thënë dietarët, ibadetet kanë trup edhe kanë shpirt. Trupi i adhurimit është çka shihet. Trupi i agjerimit është prej syfyrit deri në iftar, mos me hamër, mos me pi, edhe larg jetës bashkëtorë intime. Kjo është trupi i agjerimit. Shpirti i agjerimit janë gjona më të thella. Janë ato urtësitë e agjerimit, janë sekretet e agjerimit. Pra kur robi erun ato që thash, erun shiqimin, erun dëgjimin, erun gjuhën, erun zemrën, erun shpirtin. Erun gjuhën, nuk gënjen dhe nuk punon sipas gënjeshtrës. Së qëllimi i shariatit na me duru thjesht pa hangër dhe pa pi. Qëllimi i shariatit është mi thy epshet tona. Pra aty në shprehive negative që i kemi, pra mi largu. Pra prej një nefsi, edhe një fjallë nefs, prej një egoja, prej një shpirti, që Zoti kur i ka përshkruar gjendjet e shpirtit njerit, njëri prej tyre kanë emaratun bisu. O ma ubarri'u nafsi inna an-nafsa la'amaratun bisu. Nuk po mundna me eduku veten time, shpirtin tim, se shpirti jam po më urdhëron për keq. Njëri prej profetëve të Zotit ka thonë, Zoti ka përmend në Kur'an, e tash Zoti don që agjeruesi prej kësaj gjendje të shpirtit që na urdhëron për keq, mu kthy shpirti jon në nafsul mutmainna, shpirt i qetë. Atë në cilë shpirt i qetë, i cili mendon veç pozitivisht, i cili kënaqet kur e dëgjon fjalën e Zotit, kënaqet kur e reciton fjalën e Zotit, ndikohet për fjalën e Zotit. Fjala e Zotit ja përshkruan zemrën, shpirtin dhe ndjenjat. Fjala e Zotit e bën ai që ai me jetu për fjalën e Zotit. Pra, nuk është thjesht agjerimi vetëm largim prej ushqimit, prej pijes, po qëllimi i agjerimit është me na eduku anën e mbranshme tonë. Pra thjesht me na bën neve nefsin, shpirtin tonë, mbranshmën tonë, prej asaj që urdhëron për të keq, në atë rolin tjetër e nafsul mutmainna. Dhe Allahu xhaleshanu në Kur'an e ka përshkruar këtë shpirtin e qetë. Ja ayyatuhan nafsul mutmainna, o ti shpirti i qetë. Irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyya, ktheu të Zotit yt, duke qenë ti i kënaqur me Zotin e Zoti i kënaqur me ty. Fadkhuli fi ibadi, futun mesin e robëve të mi të mirë, wadkhuli jannati, edhe hin xhenetin ta. Cili është shpirti i cili hin xhenet? Shpirti i qetë. Pra, Allahu synon nëpërmjet agjerimit që ne me arrit këtë nivelin e atij që njihet si shpirti i qetë. Një thoni tjetër e pejgamberit ton Muhammedit alayhis salam, që elaboron një pjesë tjetër e vendosën pa një sekret apo një urtësi të agjerimit, thot pejgamberi es-saumu apo es-siyamu junna, agjerimi është mburojë. Agjerimi është mburojë, nëse dikush prej juve është agjerueshëm, mos të bën gjuna, mos të bën mëkat. Pastaj thot pejgamberi wala yajhal, edhe mos tregon ignorancë, padituni. E tash pejgamberi nuk po ndalë thot, ai që është agjerueshëm, nëse dikush prej juve është agjerueshëm, mos të bën gjuna, mos bën shime, mos bën gabime, truhet, ketë kujdes. Pastaj çka thot pejgamberi alayhis salam, thot edhe mos tregon ignorancë, padituni. Edhe thot fa in imrun qatalahu aw shatamahu falyaqul inni sa'im. Nëse dikush të provokon, don mu kap në fjalë me ty,
Ka do njerëz i ka kap dohoni që s'kan pi gjatë ditës, edhe tash këshyr këtë dyja e mendon që i kanë fajt. Tu fillu pej grus atje në kuzhinë, e në kanë të takon në rrugë. Çka bëhet pejgamberi? Edhe për këtë gjendje po na mëson pejgamberi alayhis salam. Nëse dikush thot ju ofendon apo don me hin konflikt me juve, ju thuni atij unë jam agjërushëm 2 herë. Unë jam agjërushëm. Pse 2 herë unë jam agjërushëm? Mjafton me thonë 1 herë. Kur e kanë komentuar këtë hadith kanë thonë e para herë mi tregu atij, mi ja kujtu sa ai mund të jetë agjërushëm, mund të jetë mos të jetë, po mund të jetë agjërushëm, mi ja kujtu hey, ti je agjërushëm. Edhe herën tjetër mi ja kujtu vetes tonë. Në herë mi ja kujtu atij që na shtaнаlet, kur ja përmend agjërimin. Edhe herën tjetër mi ja kujtu vetes që ti mos më reagu, mi ja kthy atij. Se nëse ja kthen atij bosh më keq. Pejgamberi Muhamedi alayhi salatu wassalam kur tha men lam yadha qawl az-zur wala amala bihi, ai që nuk e lën gënjeshtrën dhe punën si pasojë, e ka neve na e morr vetëm një shembull, gënjeshtra si nonat këshia, këtë këshia. Tha Allahu nuk ka nevojë që ai ta lën ushqimin dhe pijen e tij. Pra nëse njeriu rën pa hangër pa pi, sruhet për të këshia, mbas të këtij hadithit pejgamberit ton Muhammedit alayhis salam, ai ka duru. Kot ka nejt pa hangër dhe pa pi, sepse rrjedhimisht kuptohet që ky lloj agjërimi mund të jetë i refuzuar tek Zoti i Madhreshëm. Zoti na i fal gabimet, lëshimet, na i pranoj ibadetet, adhurimet. Walhamdulillahi rabbil alamin.